Jo, nuk ka kuptim çka ka trepa njërisi nga dhurata Dora. Ajo plasoi çaje në bashkëpunim me Ani Gonzalez. Këtë projekt muzikore ka punuar producenti Big Bang, teksa ana vizuele u realizua nga Intermedia. Peruana është kënga e tretë nga albumi DJ PM The Dax në duet me Era i Strefin. Ata e sollën këtë super befasi për fansat e tyre, në kuadër të albumit të ri që shënon 10 vjetorin e karrierës së tyre. Peruana është një këngë që kombinon elemente të muzikës moderne me melodi tërheqëse. Tekstin e kanë shkruar dysha Era dhe Elinel. Biti u punua nga PM, Dax, Yll, Lorik M dhe Gasco, të cilët janë dhe producent. Intermedia u përkujdes për vizualizimin e Peruana. Kitara bëri bashkë dy nga emrat më aktiv të vitit të fundit dhe e kemi fjalën për Tajnën dhe Yll Limani, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ata që i falën emocion kësaj kënge. Biti i Kitara është realizuar nga Fred Irie, ndërsa producent si zakonisht është Fation Miftari. Unihet muzika u publikua nga Gili dhe Shyhrete Beluli. Për muzikën dhe tekstin është përkujdesur Ilir Berani, ndërsa orkestrimin e ka realizuar Miti Geci. Ana vizuele u punua me mjeshtri nga M Production. Unihet muzika, I'm hot, sexy, better than your exi. Të kalojmë tani tek pjesa ku do ju tregojmë planet e estradës. E fillojmë me Kidën, e cila si duket ka ndezur motorët e shpejtësisë për të prodhuar hite që padyshim do i rezistojnë kohës. Pas suksesit të jashtëzakonshëm me shoqe në bashkëpunim me Noizin, Orhidea vjen si soliste dhe këtë e ka botë të ditur, vetë ajo duke i publikuar këto imazhe në Instagram. Projekt të ri ka njoftuar dhe dyshja Arta Kabashi dhe Elgit Doda. Pas suksesit me Dying for You, artistë gjatë javës që po lën pas janë bërë bashkë për një tjetër befasi. Arta ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një mesazh të fuqishëm dhe të sinqert për këtë proces krijues. Aura po vjen shumë shpejt nga dyton, këtë ka bërë të ditur vetë reperi nga Ferizaj përmes këtij postimi në rrjetin social Instagram. 19 qershor, Aura, albumi jam i dytë, që krejt e komyt, ka shkruar ai krahas posterit njoftues për këtë krijem. Përndryshe, ky album do t'i ketë gjithsej 12 këngë, 8 prej të cilave ende nuk janë dëgjuar, e në mesin e tyre do ketë dhe bashkëpunime me Dafina Ziqirin dhe Gjiko. Neve nuk na mbetet asgjë tjetër veç të ju urojmë sukses artistit kosovar. E deri atëherë shihoni Dudu, projektin e ri që dy të anë solli në duet me Tuna. Zon